Të nderuar dëgjues, takohemi me të ftuarin tim të këtij mëngjesi në një ambient shumë të këndshëm të muzikës së Mark Kaftallit. Të flasësh për personalitetin e spikatur të Mark Kaftallit është mjaft përgjegjësi. Jo vetëm për fushën e krimtarisë, ku ai ka mbi 700 krime, kryesisht në fushën në gjininë e këngës, por jo vetëm, dhe në fushën e muzikës skenike, por edhe me aktivitetin e tij të jashtëzakonshëm skenik si violinist, si drejtues i orkestrës së estradës së Shkodrës e pjesëmarrës në qindra veprimtari që e kanë pasmbushur jetën e tij artistike. Për këtë, Mark Kaftalli ka qenë një ndër muzikantët e shquar të qytetit ton, por jo vetëm. Sot unë kam ftuar djalin e Mark Kaftallit në këtë studio, violinistin Anton Kaftalli, drejtor i shkollës së mesme artistike Premjakova. Nadia, mirë se ke ardhur Anton në këtë Nadia, mirë se ju kam gjetë. Faleminderit shumë për ftesën. Normalisht është ditë e veçantë. Unë në nyshe kishe menduar, domethënë, 14 vjetor me një aktivitet marxhan artistik, po më njëherë nuk bëhen të gjitha gjanat, gjithë elementet nuk mbledhen për me bërë një aktivitet. Jam shumë i kënaqur që gjatë periudhës që ishte gjallë e matë, kam realizuar 2 aktivitete, një për 75 vjetor, një për 80 vjetor, 2 koncerte, me këngëtarinë më të mirë të tij të normalisht në spektrin e këngës, në këngëtarinë e këngëve. Ty përfshin këngëtarinë e fëmijëve, qytetarë shkodrane dhe të muzikës lehtë. Po, natyrisht edhe pjesëmarrja dhe organizimi i një emisioni radiofonik që ka një përhapje shumë të madhe dhe që mbase i kalon kufijtë e numrit të një salle, qoftë në teatrin Migjeni apo një sallë tjetër, ka një rëndësi të veçantë, apo jo? Normalisht, të më thënë, ftesa juaj ishte shumë e këndshme, nuk e kishe menduar fare, që mund të ishte edhe një emision që normalisht e plotson spektrin e një date shumë të shënume. Dhe shpresoj që të cikum disa gjana, disa momente kryesore të unë dëshiroj që edhe për kënaqësinë e dëgjuesve, por natyrisht edhe për nevojën që ka spektatori, artëdarsi, për mesazhe të bukura jete, për mesazhe të bukura suksesesh dhe përpjekjesh, të ecim në vitet e jetës së Mark Kaftallit. Sot 85 vjet më parë, u lind Mark Kaftalli, një muzikant që do të bëhej i shquar, do të thosha, një njeri mjaft aktiv në jetën artistike, një violinist virtuoz, e shumë çka më pas në jetën tuaj të përditshme familjare si njerëzit më të afërt të tij. Natyrisht në një kohë të largët, 85 vite më parë, nuk ishte shumë e favorshme të lulëzoje si talent, por natyrisht një talent nuk mund të humbiste. Normalisht, periudha nuk ka qenë periudhë e lehtë për familjen e Kaftallëve, në atë kohë. Gjyshi ka ardhur shumë i vogël në Shkodër, ka ardhur 8 vjeç, dhe ka ndërtu një jetë, a mundu me ndërtu një jetë të ndershme dhe të mirë, me shumë mundë, sakrificë. Pra, imagjinon një fëmijë 8 vjeç të shkojë prej një krahine të shkojë në një qytet të madh, një qytet aq i rëndësishëm sa është Shkodra, një qytet aq i vështirë sa është Shkodra, për të stabilizu, për të gjetë punë, për të filluar me ndërtu familjen e tjerë, ka pas sakrifica të jashtëzakonshme. 85 vjet përpara, normalisht baba fëmia më i madh ishte fëmia i parë. Siç duket, trashëgoi nga gjyshi i ka çiftëri shumë bukur. Dhe e madh ka filluar violinën në moshën 16 vjeç. Në 16 vjeç? Po. I ka çiftëri si vogël, pra ty shfrytzu të marrë instrumentin e batës. Gati në mënyrë intuitive. Dhe ka pas një vesh absolutisht të mirë muzikore.
Në atë kohën, kur ishte në moshën 16 vjeç, pranë shtëpisë kulturë që tashmë ajo kishte filluar funksionimin e saj, një nga, mund të them, pa frikë personalitetet e kohës, Zefalim Hilli, sepse duhet të vlerësu allaj që vën një gur të parë. Natyrisht. Mund të jenë e ka banë është për pasion, nuk ka kanë krejt në bazat pedagogjike, po e pasioni ti ka për shumë instrumentista Shkodrës. Dhe Zefalim Hilli. unë rrit një foto që besoj që e ka edhe Paçi, Po. edhe djali i Zefit, ku është kursi i parë i violincë. Edhe baba është më i madh. Tan janë bëjë, janë Robert Pranushi, Paulin Shestani, me çka kujtojun, Po. Noshta Pierin Xhenxhafili, janë një 7-8 fëmijë. Po. Ka fillu kursi i parë. Edhe të gjithë këto emra që ju po përmendën